Eni, ka një pyetje të fundit Ylli Manjani për zonjën Balluku. Një pyetje të shkurtër. Manjan, mund t'ja bësh pyetje. Zotin, a kem shirë kun mëse. Dhe më thonë, ideja është, a do t'a donte vetën ti ishte sot në këtë moment në vend të Gazbardit për te këtyre që është bërë në fushat? A do donte Belinda Balluku ta gjente veten në vend të Gazbardit sot? Në këtë moment. Në këtë moment? Të ndërpritet numrimi për mëshirë, thot Manjani. Nëse a do doni që ta a do doni ta edhe njërë të lutem merr aty se kisha një problem teknik. A do doni të ishit, është pyetja Manjanit kjo, a do doni të ishit në vend të Gazbardit sot që flasim dhe ndërprisni numrimin, thot Manjani, për mëshirë? A do doni të ishit në vend të Gazbardit sot që flasim dhe a do ta ndërprisni numrimin për mëshirë? Kjo nuk është çështje mëshire para punës, edhe mëshirë i vetmi që mund të ketë mëshirë është Zoti. Ne jemi njerëz dhe njerëzit nuk e kanë këtë aftësi të jashtëzakonshme, por për sa i përket që t'isha në vendin e kujdo tjetër, për të thënë drejtën, gjithsecili bën vendin e vet në këtë botë. Kështu që unë kam timin, zotria ka të vetjen, Zeqeneja ka të vetjen, ndaj askush nuk shkon dot në vendin e tjetrit, pasi kemi sjellje të ndryshme, kemi edukat tjetër, kështu që gjithsecili tek vendi vet them unë, edhe Zoti për të gjithë. Okej, falenderoj zonjën Balluku. Faleminderit, zonja Balluku. Gjithë të mirë, atëherë shumë faleminderit për këtë mundësi dhe të gjithëve që janë në studio. Faleminderit. Ju falenderojmë dhe ne juve.